Gjërat e reja nga Shein. Stili i këtyre pantallonave më pëlqen shumë, i kam pothuajse në të gjitha ngjyrat, edhe këto jo shtuan garderobe stile. Ti provojmë çik tani. Ja se si më rrin në trup, janë shumë bukura, shumë të lirshme, kanë këtë bordurën e bardhë rreth e burçarë që ju jep çik lezet, edhe në dorësi të thjeshta. Produkti tjetër është një bluzë me mëngë të shkurtra, super e thjeshtë edhe ka këtë detajin e këtyre tregotave të Martinit, që mua më pëlqen shumë. I ka të stampuara, zakonisht gjërat që ka marrë të stampuara të tjera bluza nuk janë hequr nga lotëshja, dhe shpresoj që as kjo nuk do priset. Çka tjetër që kam këtu është një set të cilin e mora vjet në ngjyrë vishnje dhe ishte super i rehatshëm. E vesha në Shqipëri, nuk e di se sa herë, më pëlqeu shumë dhe e mora përsëri të njëjtin në këtë ngjyrë në bezh, siç e shikoni, ngjyrë pane, ngjyrë bezh, diçka e tillë, vetëm se më duken se pantallonat që kanë një çik të dukshme. Do kujdesemi t'i veshim me të brendshmet e duhura dhe e leku fantastik. Është shumë set i rehatshëm dhe shumë i lirshëm në trup, që në atë vapën e madhe të Shqipërisë dhe të Greqisë dhe të atyre vendeve andej të ndihesh sa më rehat. Çka që kam marrë këtu janë 2 palë pantallona, se kam kuptuar që marr shumë bluza, po më duhen edhe pantallonat, dhe meqense mua më pëlqejnë ngjyrat edhe pash këto të dyja, fiks verore, për në shtëpi ose për në plazh, shumë të mira, janë të holla fare, shikoni, edhe mund ta dëgjoni domethënë. Edhe kuptoni materialin, po më pëlqejnë ngjyrat edhe i mora. Këto janë një par pantallona lino, ngjyrë të bardhë, meqense nuk isha lino të bardhë, thash po i marr. Edhe e mora, pas ka një xhep nga pas, edhe 2 xhepa të tjerë përpara, të thjeshta fare, të gjera, mund t'i veshësh për shembull kur del mbas dite për një xhiro anës detit, këto me një këmishë të gjatë, do duken shumë bukur.